Mario, sot 5 vite më parë ke debutuar me Kombëtaren A në fitoren 0-2 ndaj San Marinos. Si e kujton atë moment? Jo, ka një moment shumë i bukur për mua, ka njëra parë që jam grumbulluar me Kombëtaren. Maj mend kur e mora ftesën, jam kënë shumë i lumtur. Se mos ftesa ka ardhe më me te emaili i babit dhe ai ma ka dreguar, kështu që ishte një kujtim shumë i bukur për mua. Edhe pse u futa 5 minuta, ishte një gjë e bukur që t'jem në fushë. Aktualisht ke arritur të luash 30 ndeshje me Kombëtaren, ndërkohë që je vetëm 22 vjeç. Si ndihesh për këtë fakt? Jo, është një ndjenjë e madhe për mua, sidomos kur vije përfaqësoj Kombëtaren. Është një gjatë që i mush me krenari, edhe mua dhe familjen time, dhe shpresoj që të vazhdoj të luaj sa më shumë ndeshje për Kombëtaren. Pas ardhes së trajnerit Silvino në drejtimin e Kombëtarës, u ktheve shpejt në një lojtar titullar. Si ka qenë ky rrugtim për ty? Me thënë drejtën, kur më ftoi për herë të parë, unë nuk e prisja që ta filloj direkt si titular. Ishte një gjë surprizë për mua, por shpresoj që të ja kem shpërbly edhe trajneri këtë besim edhe tifozëve që më kanë besuar mua qysh herën e parë, dhe është një gjë e bukur për mua që të vije të luaj titular, vazhdoj të luaj të përfaqësoj Kombëtaren. Cili ka qenë momenti më emocional me fanellën kuqezit deri më tani? Nuk kam vetëm një moment, po besoj kur shkume në Europian, kur u kualifikume dhe fitoria ndaj Serbisë. Ishin dy momente, domethënë, më të mira, më të emocionuese. Ke pasur ndonjë moment vështirë ose ndoshta ndonjë kundërshtar të vështirë? Momenti më vështirë mund të them që ishte kjo ndeshja e fundit që luajmë tash kundra Polonisë. Ishte një ndeshje që mund ta kishim fituar me të drejtën, por është fati, janë gjëra të tjera që nuk na dhanë fitoren, kështu që vazhdojmë kokën lart dhe shpresojmë për fitore të tjera. Ndërkohë ka kompeticione të tjera të cilat vinë pas këtyre ndeshjeve, si e shikon Kombëtaren vijim, është Nations League, po ashtu dhe kualifikueset e Europianit vitin tjetër. Mund të them që kemi një grup të fortë, një grup shumë të mirë. Shikojmë për fitore, edhe për të kualifikuar edhe për në Europian. Ndërkohë je kthyer një idhull për tifozët Mario, sepse ke fituar edhe çmimin Zemra Kuqezi në fakt në mbrëmje gala të fundit që është organizuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, si të bën të ndihesh këtë dashuri e tifozëve? Jo, është gjithmonë e bukur kur tifozët dun. Maj mend kur isha i vogël që më thoshte babi që vetëm nëse lu për Shqipëri kam me dash shumë tifozë, se kam pas zgjidhje për të luajtur për Kombëtare, por gjithmonë babën e kam pas që vetëm për Shqipëri do të luash, se atje kam me dash, se janë njerëzit e tu, kështu që më kanë shpërbyer atë gjënë që ju kam dhënë, domethënë për performancën e mia, dhe shpresoj që të vazhdoj të luaj mirë dhe të më duhen edhe më shumë.